Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Alsat dhe mirë se takohemi sërish në kuadër të emisionit në Fokus, ku kemi trajtuar edhe dy tema të reja, të cilët do t'i sjellim në minutat në vijim. Përshëndetje edhe nga unë dhe mirë se erdhët në emisionin e Fokus, si çdo të diel në orën 17:50. Pra, gjatë kësaj jave, Meli, kemi zgjedhur dy tema po ashtu të rëndësishme. Po, të cilat do t'i sjellim pra në minutat e ardhshme, mirë po para se të kalojmë, domethënë do të zbulojmë diçka prej tyre. Tema e parë ka të bëjë me bujqësinë. Pra, Avniu ka qenë në terren dhe nga afër do sjell të gjitha ato informacione që kanë të bëjnë me bujqësinë dhe që lidhen me motin e ftohtë që ishte gjatë këtyre ditëve të fundit, dhe sa domethënë moti i ftohtë ka ndikuar në të mbjellat dhe sa domethënë prej tyre janë dëmtuar. Mirë po për të gjitha këto besoj se Avniu ka diçka më tepër të na thotë. Avni, ishe në terren domethënë nga afër shihen ato pemë të cilat sapo kishin dhënë domethënë shenjat e para të lulëzimit se janë domethënë të dëmtuara apo çfarë mund të thotë? Po, realisht bora përveç se ka sjell grip Meli në për gjithë personat apo njerëzit, ka sjell edhe dëmet materiale shumë. Më vjen keq që dua t'u them se kajsi këtë vit nuk besoj se do kemi. Kështu që nësa kemi, do të kemi të importuara nga jashtë për shkak të borës së prillit, të papritur të prillit dhe uljes së temperaturave janë shkatruar thuajse gjithë pemtarit, në veçanti kajsit, por edhe qershit. Ndërsa në Krushapek Meli isha afër dhe pash se si është, domethënë sa janë dëmtuara këto kultura bujqësore apo pemtaria, edhe realisht edhe qershit kishin pësuar shumë dëme. Edhe pse ndoshta akoma është a mund të thuhet se është hera të përdonjë fjalën e fundit se gjithçka domethënë është dëmtuar, apo ndoshta tash me ngrohjen ose me rritjen e temperaturave diçka mund të shpëtohet? Po, shpresojmë që shpëtohet diçka, sepse nuk do kemi qershi ose do i kemi të importuara nga jashtë dhe do i paguajmë shumë shtrenjtë. Mirë, po ato nuk mund t'i krahasojmë me qershitë, domethënë të fshatrave përreth Shkupit. Sigurisht. Sa temën e dytë cilën e kemi zgjedhur për këtë javë, Meli ka qenë nga afër dhe ka ndjek problemin e pasgjidhur tani me transportin publik, sidomos të atyre privat dhe në zonësit cilët përballen me vonesa nëpër shkolla, shkaku i transportit publik të Shkupit, por Meli do na flasë më shumë për këtë temë. Po, sigurisht mbetet domethënë në minutat në vijim t'ju zbulojmë edhe për këtë temë, ndërkohë që tani shkojmë dhe shohim se çfarë ka ndikuar ose si ka ndikuar moti i ftohtë në bujqësi. Këtë emision ua kemi kushtuar sërish bujqëve dhe sfidat me të cilat së fundmi përballen ato. Sa i përket uljes së temperaturave dhe dëmeve të shkaktuar nga bora e papritur e prillit, kemi ardhur në Krushapek të Shkupit për të parë nga afër se sa dëme kanë pësuar apo do të pësojnë kultivuesit të qershive. Ndërsa nga ky emision, sigurisht që do të veçojmë më të miren për të gjithë ju që na shikoni. Kajsi të prodhimit vendor nuk do të kemi as për ilazh këtë vit, ndërsa qershit e vendit do të shiten me çmim tepër të lartë në treg. Që kjo shihet dukshëm, se u ka thajt qëri këtë lula që kanë qenë qelë, këto janë thajt krete, shesin, që këtë s'ka kur gjomë. Që kush ka metë që kjo pjesë, këtë që në dukët, edhe ajo du të shohen se si ku, për këto qirat janë gjekë, më shumë se 80% janë gjekë. Në thonë keni pasur dëme të mëdha. Po, shumë. Kajsit do t'i shojnë në vetë, kajsit s'ka hiç si mjetë. Kajsia nuk do ketë? Po, që do t'i shojnë më nalë të kina kërësit, ato vetëm pëse që 3 vjetë, gati që i gjekë, po si vjetë më me këkre. Si shkak i uljes së temperaturave dhe borës befasuese të prillit, shumë kultivues që jetojnë vetëm nga këto dy kultura bujqësore do të përballen me humbje të mëdha këtë vit. Se këto janë dëmtu, domethënë nga bora e prillit befasuese që u kap. Bora nga ftohti, temperaturat e ulta, kjo sortë e qershisë që piqet më herët ka dëmtu më shumë. Edhe ato do ta shohim kur piqen më këto më shumë t'i ka dëmtu, që di këto shihet vetëm që janë thajë. Po sheh. Dëmtu lule, që ka gjekë. Po thonë kjo është nga bora dhe po nga bora, po nga ftohti. Temperaturat vazhdojnë të jenë edhe më tej. Vazhdojnë, po do është nuk do me thonë se vetëm se i ka gjega, i ka prish mosh, ose a është ftohtë, a është nxehtë. A do shpëtoje diçka? Diçka do shpëtoja, më shumicën i kanë gjegë. Shumica? Po, që të duken.
Do të thotë siç duket, s'do kemi qershi këtë vit. Valla si zor. Si zor i ka djegën, shumë i ka djegë. Ato që do jenë sigurisht me çmim të lartë. Po, do jenë me çmim të lartë, po. Ma pak rakete edhe çmimi do jetë më i lartë, normal. Ço tu komplet po, ka prapë To po. që piqen ma vonë, Po. to ma nuk janë dëmtuar. Aha. Ma vonë kanë shelën edhe ndër me to kricka si Po. po rase qershia. Po megjithatë për ende vazhdojnë temperaturë të ulta. Vazhdojnë edhe nuk dihet, do ta shohim fundin. Po. Kem të shohim kajsi. Po, ti shohim kajsi të kemi. Lulet e kajsive janë tharë tërësisht nga i ftohti, ndërsa ato të qershive janë dëmtuar pjesërisht. Por frika e kultivuesve është që nëse vazhdon edhe më tej i ftohti, atëherë në treg nuk do të kemi as qershi vendore. Atëherë përveç qershive që janë dëmtuar nga i ftohti dhe temperaturët e ulta, sigurisht që edhe kajsit, ndërsa në këtë pjesën këtu, ku jemi tani është edhe Izetis bashkë me mua, i cili do na flasë më shumë për dëmët që u ka shkaktuar i ftohti dhe temperaturat e ulta. Janë shkatruar, domethënë komplet kajsit, sa e shohim prapadi. Do Po, kemi kajsi këtë vit? Kajsi do të kena për ilaç si mjet. Po, që është dukshëm 100% i ka gjek total komplet. Nështë të qershit mbahen. Qershit mbahen, kena shpresa, a kajsia ti ka gjek komplet. Sa e shoh, kjo pjesë është shkatruar totalisht nga i ftohti dhe temperaturat, këtu kemi edhe kajsit, apo? Po, kajsit janë këto. Domethënë nuk kanë asnjë lule si vetë, S'ka, apo? që ku ka që lula e djegët. E djegët, total 100% janë djegët. Se kajsia qelen ma heret se qershia. Po, dhe këto janë shkatruar nga i Edhe ftohti. ma heret ishte pak ftoht, shash moj edhe fundin. Po, ndërsa nga të pjesën këndej ku i kishim qershiat më herët, Po, qershia, ato mbahen edhe ato pak, nuk mbahen. janë. Ato që kanë qelë që piqen një dorë janë ma heret, edhe ato i ka gjek 80%. Këto që janë okricka, Po. pak ma vonë kanë qelen, po do të shohim mbahen, po si ku, të shohim. Okej. Po, po. Sa janë dëmët materiale sipas juve, po edhe sa keni prit realisht mirë në këtë vit? Po realisht kemi prit me marrë sa duhet të mos, s'ka do më dukshëm janë. Po. Shpresa s'kemi hiç më, këtë janë dëmtuar me këto. Çka kemi marrë, s'ka kur gjë, çka kemi marrë. Domi është total i madh. Po, domi është i madh, dukshëm është, se investojmë vetë pi xhepi, domi është i madh. Edhe që ajo, s'kemi shpresa kur gjë, si vjet ka shkatru kret gjithë dukshëm. Domethënë kajsit sa e shohim prapadi janë shkatruar. Po, totalisht kret komplet, po. Ndërsa qershi do kemi apo? Qershi do kemi për me ngronë, për me shit do të shohim. Domethënë për vete do kesh. Për vete do kena, për shitje nuk për i shitje nuk i det, ta kajsia s'ka as për vete, as për me shit. Sa dëmë është shkaktuar prakërsisht? Sa keni harxhuar deri tani? Deri tani keni harxhuar 5.000 euro. Që i kena stërpik me ato që thonë zimë s'ka për s'ka një është. Po. Gjithë se kemi Stërpikjen e Po, dimit. stërpikjen e dimit se i kena edhe në vende tjera, nuk kena vetëm se këto. Po. Kena gati 1.000 e kusur drënë kena. Të kajsi. Kajsim, po, i kanë këtë janë gjë. Domethënë 1000 ronj Po, janë shkatruar po, totalisht. po, këtë komplet. Po. A sa prodhim keni pritur të mirë një prakërsisht? Po për 1.000 rojnë, një 30 tonë kemi prit me marrën. Po, për kajsive. O mos i vjet hiq. Edhe në vjet ashtu si vjet hiq. Çfarë kërkoni realisht nga Ministria e Bujqësisë? Shko të kërkosh, që ja vlen, kur gjo. Shko se të kërkosh. Kush t'jep, pyetja është kush t'jep, kur kush hiq, s'intereson, s'kina ne kur gjon këtë t'jep. A duhet të ndihmojë Ministria e Bujqësisë? Duhet si s'duhet. Shtetën përse kina ne, për me në ndihmu. Kur ku hiq, kur gjo s'intereson, sigur me mos pas shtet, për fatkeq. A keni paraqitur rastet për shembull se janë dëmtuar mbi 1000 ronj të kajsive? Çdo herë u kina ankuë kur gjo s'ka marrë masa. Nuk ja vlen mo. Kina ankuë të gjithkund, kur gjo hiq. Po, s'ja vlen. Këtë shtet zor është. Shapeku njihet edhe për qershit, por edhe për prodhimin e kajsive realisht. Për prodhimin e kajsive, për qershite, për çdo sen njihet kë shopeke. Po, ama kot. Gjithë kush në fshat lufton vetë. Me thonë. Këtë vit nuk do keni. Ndim s'ka pi kur kuja, hiq kur gjo.
secili lufton edhe rrezikon këtë për xhepit vet. A keni paraqit raste, thomin Ministrit Bujqësisë vjetu? Jo, s'kena paraqit. S'kena shpresë, sa dim se s'ka kur gjë, dhe çka kemi paraqit. Do një gjë sigurisht kërkoni nga ata, çfarë kërkoni? Kërkona që të vind të shohin vend ngjarja, shet vetë vende çka ka dhe do më shpërblim të paguajnë që ndihmojnë qytetarëve, po bujqëve, po. Këtë pjesën këndej nga ana tjetër kemi edhe qershit. Qershit janë më pak shkatruar. Më pa shkatrume, kina shpresë se të marrëm diçka, do të mbylojmë ndonjëherë gjë, më do ta shohim. Do thonë pritet ende nga qershit. Pritet, po se duket se nuk I ka gjek lulat. Ta shohim se sa lula do fugin, do ketë dëmë për të pas, ama sa si ku do ta shohim kur të bien këto lulet edhe jetë vetëm sa ajo kokë. Do thonë do ketë edhe sigurisht ka pasur edhe këto ka shkaktuar edhe dëm tek qershit. Po ka shkaktuar. Mirë, mund të shkojmë të shohim edhe qershit? Po, mundet. Sa tha këtu 1000 rani kia nga... Po. Jo vetëm këtu, po edhe në tjera të vend. Po, në 2-3 pjesë tjera, vend në tjera. Edhe kajsit që I vjet? S'ka kajsi. Po. Jo, s'ka kajsi. Ato që do vinë do shiten këtu nga do jenë, nga do sjellin. Ato që do vinë pi jashtë do vinë, pi Spanjë, pi Italie, pi Greqie. Edhe do kenë çmim të lartë sigurisht. Po. I stërpikni ndonjëherë për kështu mos ngrinë kështu më radh, po si vjet bora realisht u zut pa përgatitur. Pa përgatitur edhe për një herë, edhe s'ka ashtu I lartë si mund t'i mbrojnë. Si kam I mbrojtë, kjo ftet I madh. S'ka shok. Do thënë nga 1000 ranë që tha që I ke asnjë kokur nuk do ketë. Jo, zor. Mund ndonjë ti për me ngronë më zor, edhe ajo zor është. Nëse konvertojmë dëmin në pare, sa është shkaktuar për kaq si flasë? Për 1000 dojnë? Po. 100.000 euro. 100.000 euro dëm të ka shkaktuar? Normal, po. Ki ftohti edhe ngrica. Po. Si t'ja bësh? Kur gjo që është do rrimë si vjet do kalojmë mata, do të luftojmë. Shkjo do bësh, që jo. E të qershit sa mund t'jetë dëmi? Të qershit thash ma herë dhe ta shohim kur të qelen, kur ti ata kokat të shumë, sa do jese, sa do kete kur të piqen. Do të thëmë pritni ende nuk e dini. Kemi shpresa ende se duket që nuk janë thajt ata lulet, atë kajsit është dukshëm. S'pas ka asgjë realisht. Jo, s'ka, po që edhe dukshëm. Edhe gjithë u ka gjek, jo lulet. Vitin e kaluar sa more nga ky dru këtu ku jemi tani? Sa kilogram? Dru I shon 400 kg. Vitin e kaluar. Përse këtë vit? Këtë vit, besoj, nuk ka shans. Me këtë temperaturë që ndodhë qëtash, nuk ka shans. Po, mund të jetë 60% edhe mund të jetë 100%. Po, se shie, duket shumë. Po, që, ashtë si ka gjekë. Ta më me bon kjo që të lidhën e ajo koka qershia të lidhën e që është kjo ka gjekë. E kjo pjesa tjetër thua ka shpëtuar apo është dëmtuar? Diçka, edhe kjo është dëmtuar, po kemi shpresa. Po. Diçka do të ketë. Se vazhdon të jetë. Nëse vazhdon koha që kështë gjithë javës, nuk është të di se I gjek edhe më shumë e më shumë. Po. Kanë rënë minus temperaturat? Po, kanë rënë. Kjo është ma ftoftë, ma në vend është. Çfarë është ajo që kërkoni nga Ministria e Bujqësisë? Jo, kërkojmë ata sigurisht kanë ekipet e veta, do dalën në teren vetat e jo me ju paraqit me shku me anku, vete shohin lajmet I shohin ata se si është koha, ka bujqi, ka s'ka, do të vinë të shohin ata, të interesohen për popullatën, si funksionon, kanë dëme, s'kanë dëme. Çka do të me bën? Ne duhet me bën ankesë me shkojnë për stanicat policore me bën ankesë. Realisht duhet ta paraqesësh rastin, nëse ke dëmtime, duhet ta paraqesësh, pastaj vinë edhe kontrollojnë, apo? Po, duhet realisht me paraqit, po thash edhe më herët nuk ja vlen. Se sa vjet që punojmë ne me këto, kur gjë s'kemi asnjë sen pishtet. Hiç keni marrë ndonjë dëm shpërbim? Kur gjë hiç. Edhe kemi ngrit durët. Sa ranjë qershi ke këtu që... Këtu I kina 200 drejnë. Po. Sa ke prit të marrësh vetë? Po 200 drejnë ka 500 kg. Sa I vinë aty? 10 tonë, sa I vinë. Vitin e kaluar,
nuk kishe punëtor për t'i mbledh. Po, vite kërë s'kishim punëtor, si vjetë dim edhe në vese, që atë gjë këtë. Si vjet nuk ke as prodhim? Po. Apo do kesh vetëm për vete? Vetëm për vete, si t'kete për qit, do mbledhem diçka, si mos kete vetëm për të hongë dhe që ajo. Nëse do ketë për shit, sa do jetë çmimi këtë vit? Po do jetë duplën, si më shumë se në vjetë, po. Shkaku i kësaj ngricave. Po, po. Domethënë presim një çmim shumë të lartë të qershive. Po. Besoj që ndër 200 denarë do t'jetë si vetë. T'ishte 120, si vetë ndër 200 do t'jese. Zet pak ftohtë apo? Po ftohtë, mërdhen, të ditë mërdhen. Edhe pse i shohim se kanë qelë, kanë lulëzuar qershijat, po prapë se prapë problem apo? Problem. Çdo ditë rrim me frigat. Çka do po? Po. Kjo ka qenë realisht një sfidë, sepse nuk keni përveç kësaj sfide, keni edhe sfida tjera, por këtë vit u gjetit pa përgatitur. Po, këtë vit na ka gjetë pa përgatitur, edhe me Zotin së ndërcim, që ajo është. Me drejt, po. Megjithatë, qershijat 200 denar, tha më herët. Po. Nëse kemi, sepse nuk dihet ende saktë sa do kemi. Nuk dihet, sa do mbajnë tash ftohtë. Apo të zënë ditë ftohtë është. Këtë temperaturë se don kjo. Sa ranë qershi i ke? Po. Mendoj që i punon qoftë tuat, qoftë fshatarëve këtu. Po, deri 600 qershia kemi. Këtu në këtë pjesën këtu ku jemi. Jo, këtu i kine një 200 edhe tjetër kont kine. Sa ke prit marrësh nga këto 600 ranë qershi? 600 qershi, një 30 mjera kina prit me marë. Ndërsa? Po. Do mirë një sa. Po, kur gjë, se një dhe shoh. Do të shoh. Presim edhe Do pak. të shoh, mos folim para kohë. Po. Të shohim se sa do mbesin. Sa është dame, sa do mbesin. Realisht edhe pse kanë lulëzuar, se shohim janë me lule ende, megjithatë nuk dihet ende janë. Nuk dihet. A janë prishur Nuk dihet, ama rrezik është. Po. Nuk dihet, ama rrezik është. Se shqes janë mbledh ato. Cili do ishte mesazhi? Mesazhi jem është si jo mu, po çdo kujt duhet ti ndihmohet edhe të ketë ekipa në teren bujqve që ndihmon për çdo rast. Se me të vërtet piqësaj ekzistojnë edhe duhet të kenë interes që ndihmojnë çdo shtetet tjera. Po. Shumë faleminderit për kohën e ndarë. Shpresojmë që mos ndodhin dëme edhe më tej. Inshallah, Edhe pse kajësijat këtë vit janë shkatruar totalisht. Po, inshallah se pas që kanë ato kajësijat janë shkatruar, ne nuk do të vdesim, do të luftojmë me Zotin para. Po duhet thashë më herët me marr masa shtetit me ndihmu gjithkund të damet mas pak të vënëm harxhimet të mlojnë. S'ka fitim, harxhimet që ndihmojnë. Përveç kultivuesve të pemtarisë, edhe shumë bujq tjerë në Maqedoninë e Veriut kanë pësuar dëmë të mëdha nga ulja e temperaturave dhe bora e prillit. Ata kërkojnë nga Ministria e Bujqësisë që së paku të kompenzohen shpenzimet që të mund të vazhdojnë me prodhimtarinë e kulturave bujqësore vendore. Se sa do jetë çmimi i qershive, do të shohim sigurisht kur dalin në treg prodhimet tona, e nëse nuk i kemi prodhimet tona, ato do të importohen nga jashtë dhe atëherë sigurisht që do të kenë edhe çmim më të lartë. Ndërsa për emisione tjera, sigurisht që do të sjellim edhe materiale tjera. Pra, kjo ishte kronika sa i përket bujqve dhe sfidat me të cilat u përballën kohës fundit me rënien e temperaturave dhe borës befasuese të prillit, ndërsa sa do të kemi qershi apo nuk do të kemi, presim që pas ngrohjes së temperaturave ne do të shkojmë të vizitojmë sigurisht bujqit dhe nga afër të shohim gjithë procesin se si do të shkojë deri kur të bëhen gati qershit. Kjo ishte tema sa i përket bujqësisë, ndërsa Meli ka përgatitur diçka tjetër dhe do të na flasë vetë më shumë sa i përket temës që ka zgjedhur për këtë javë. Pra për këtë javë, si që përmendëm edhe në fillim të emisionit në Fokus, kemi zgjedhur temën që ka të bëjë me transportuesit privat, duke marrë parasysh se javët e fundit sërish do me thonë u aktualizua mungesa e këtyre transportuesve dhe kjo ka ndikuar jo vetëm tek qytetarët, por edhe tek nxënësit të cilët mezi arrin në shkollat ku mësojnë. Dhe kjo gjithashtu ka ndikuar që ata të humbin nga mësimi, qoftë në ndërimin e parë apo edhe
në ndërimin e dytë. Alsat ka qenë, do të thënë, tashmë 2 ditë me radhë në teren për të parë nga afër se sa rëmuj është në stacionet e autobuseve, ku shumë qytetarë presin, do të thënë, transportuesit private për të mbërritur në takime, do të thënë, të cilët kanë caktuar paraprakisht ose në mjek ose dhe dikun tjetër, pavarësisht, do të thënë, se çfarë obligimi ditor ato kanë. Ne kemi qenë edhe në disa nga shkollat e mesme të Shkupit për të marrë, do të thënë, më nga afër prononcimet e nxënësve dhe ata të cilët tregojnë, do të thënë, më mirë se me çfarë sfide ballafaqohen gjatë një dite për të mbërritur në shkollë dhe për të kthyer në shtëpi. Përveç transportuesve privat, kemi trajtuar edhe një problematik tjetër, që ka të bëjë me mungesën e transportit publik tashmë 9 muaj në fshatin Pllaz të Shkupit. Do të thënë, tashmë 9 muaj asnjë autobus i ndërmarrjes së qarkulluese publike nuk ka kaluar në këtë fshat dhe të gjithë nxënësit që vinë, do të thënë, dhe mësojnë në Shkup, pra në shkollat e mesme, çdo ditë detyrohen që të angazhojnë familjarët e tyre për t'i sjellë, do të thënë, në shkollë dhe gjithashtu për t'i kthyer në shtëpi. Ajo që është, do të thënë, mjaft e dhimbshme në këtë rast dhe siç tregojnë vetë nxënësit, biletën mujore, pavarësisht që e kanë të siguruar, do të thënë, nga qyteti i Shkupit dhe Ministria e Arsimit, të njëjtën ata kurrë nuk e kanë shfrytzuar. Pra për çdo detaj tjetër, do të ndjekim kronikën në vazhdim. Tashmë 9 muaj, autobusi i linjës 81 as edhe njëherë nuk ka udhëtuar drejt fshatit të Pllacë dhe Anasjelltës. Mungesa e transportit publik në këtë fshat po lë pa mësim nxënësit, të cilët të mësojnë në shkollat e mesme të Shkupit. Në mungesë të autobusit, nxënësit e thanë se po humbin orë dhe ditë të tëra nga procesi mësimor, duke krijuar mungesa të panumërta. Pas 7 orëve mësim, nxënësit mbeten në rrugëve edhe për disa orë të tjera, në pritje të një zgjidhje për t'u kthyer në shtëpi. Alisat e vizitoi gjimnazin Zeflush Marku në Shkup, ku mësimin e ndjekin një numër i madh i nxënësve që vijnë nga fshati Pllacë. Siç rrëfejnë ata, pavarësisht që biletën e autobusit e kanë falas, të njëjtën kur nuk e kanë shfrytzuar, sepse transporti publik nuk mbërrin në fshatin e tyre. Almir, e ke marrë mujorën, a e ke shfrytzuar ndonjëherë? Ja, s'ka ndodhur, do të thonë, asnjë rast i vetëm që kena mujt me shfrytzu mujorën, do të thonë autobusi asnjëherë asnjë ditë vetëm nuk ka ardhur. Kena konë detyruar me çka kena mujt me në shkollë, mos me bë mungesa. Prej se ke hyrë, do të thonë, ditën e parë, a ke udhëtuar ndonjëherë me autobus? Ja, s'ka ndodhur asnjë ditë vetëm, asnjë rast i vetëm që kena mujt me udhëtu me autobus me shfrytzu mujorën. Qysh e gjin, për shembull, je qenë mëngjes, në sa ore e zgju për me mri, do të thonë? Zakonisht në ora 6 për me mujt edhe orën e parë me mri, po problemi me transport edhe ka ndodhur edhe orën e dytë kena mujt me up. Keni dalë në stacion, keni prit? Po kena prit, po s'ka ardhur, dashtë me angazhu, do të thonë, t'i kanë familjes, me na bartë, me na punë shkollë, me na morë për shkollë, mos më banu. Ju sigurisht jeni ma shumë, do të thonë, nxënës që vini prej atje. A jeni organizue ndonjëherë të paguni edhe ndonjë taksi ekstra për t'ju kthyer, do të thonë, shpe ose për t'ju? Ka ndodhur disa herë, po ma shumë kena angazhu familjar, do të thonë, me na bartë. Çdo ditë. Po kur jeni masdita? Po masdite është pak ma lehtë, ma mirë, se kena edhe kohë pak ma shumë edhe me mësu edhe me thonë me mujt me edhe orën e parë me mri, po kur i kryjnë orë, do me thonë orën e fundit ose para fundit do të me lanë për shkak se me shumë shpi pak ma herët. Që me mri? Por me mri, po. A dilni kështu në stacion, pritne? Po dana, pritna morë tëra, do me thonë një orë e gjysë, po nuk vjen. E keni atë vendin e caktuar ku ndoshta aty paktën kalon dikush që kthehet të shpe edhe shkon. Sa është e vështirë për shembull për një nxënës që don të mbrin diçka ndërkohë që kushtet nuk janë mundshme? Është e vështirë shumë, po realiteti është që kena nuk mbaret për neve kjo. Mungesat sa i ke bërë tash? Po në shumë janë mungesa, domethënë, po nuk ka faj te na, është faj të tërkon. Na mundohu mi përmisu, mi mërrit të na orë, po problem. Për krejt ato mësime që i humni, qoftë orët e para, ndoshta edhe orët e fundit që i leni, si i kompenzoni? Po do të mi kompenzu, do të thonë i mora mësimin për tjetër huj, do të thonë për mi nrejsh edhe notat, se kena edhe probleme notat më sanej, se mungojna në orë, do të thonë mësimin se në mërti, do të me morë për tjetër huj. Do të thonë ke
krejt ndikon edhe në Po, suksesin Besmira, derisa ke qenë në shkollë fillore, sigurisht e keni pa, domethënë, qarkullimin e autobusit që ka në fshatin Vllaz. Sa herë domethënë gjatë asaj kohe? Kur kam qenë në shkollë fillore ka ardhur 7 herë, edhe se kam paramenu kur që në shkollën e mesme kam e ndodh kjo gjë. Edhe Si është domethënë për ty kjo problematikë? është shumë e vështirë se s'mujmi me udhëtu, dhëtë me thirë najtë familjes që për marrë në shkollë, mës me marrë mungesa. Derisa s'ka transport kemi shumë mungesa, nuk mujme edhe me mësu në shtëpi. Ka lanë që s'muj me mësu në shtëpi, dhëtë me ardhë në shkollë, për na s'jemi për shkak transportit. Domethënë, një thuj se çdo ditë keni humbje. Çdo ditë. S'mujme, domethënë s'mujme marrë në shkollë shkaku transportit, heq. Edhe për skaj asaj dëshirës që e keni domethënë për Po. Një ditë e jotja është përplot domethënë stres, përplot lodhje psiqike. Po, Kur shumë. mendon domethënë se si të vish dhe si të kthehesh. Sa Po. ndikon domethënë ajo pastaj në koncentrimin në mësim tuaj? Ndikon shumë. A je detyruar ndonjëherë domethënë prindin ta Po, shumë herë, jo një herë, po shumë herë. Prindën e të kam me mujtë me ardhë. Edhe ti ke mujore? Po, kam ujore, po s'e kam shfrytzu asnjëherë, për shkak se autobusi s'vjen. Kur është më vështirë? Domethënë, kemi periudha Më vështirë është kur është ftoft, kur është shi, se dalim pritim autobusi nuk vjen, pritim ma shumë se një orë. S'vjen, du të me shku në shtëpi tana mi thi prindrit me na pru. me numër, domethënë, i din sa mungesa ke bërë deri tash? Kam ba shumë, për mi 30-40 kam ba. Me mësu, me pas nota më të larta, po bashka ku transportit, kemi nota do të mungesa. Pjesa më e madhe e nxënësve të fshatit Vllac mësoj në gjimnazin Zeflushmarku në Shkop. Mësimdhënësi Faruk Rexhepi tha për Alisat se situata po ndikon negativisht në psikologjinë dhe zhvillimin e nxënësve. Përveç nxënësve të Vllacës, mësimdhënësi Rexhepi tha se humbje të mëdha pësojnë edhe nxënësit e lagjeve dhe fshatrave të Shkupit, të cilët për të mbërritur në shkollë shfrytëzojnë transportuesit privat, më saktësisht linjat e autobusit 9 dhe 19. Do të kemi problem me transportin publik. Kemi pas shumë probleme edhe më herët, tani sikur janë korrigjuar gjërat, mirë po problemi është se rreth shkollës tonë në Zeflushmarku do thotë kalon linjat 900 dhe 900. Është një shkollë bukur e madhe, mungesa e fëmijëve vret shumë edhe para dite, por edhe në mbrëmje kanë problem sepse sigurisht do të kalon ndonjë 900 ose ndonjë 900 që kanë ata orarin, por nuk e korrigjon orarin në kohët e orëve të fundit dhe kohët kur fillon mësimi që t'jesë fluksi më i madh i autobusëve, se me një autobus është problem. Sa humbin domethënë nxënësit? Nëse një nxënës rregullisht për shembull e humb orën e parë ose detyrohet që t'i lënë orët e fundit. Shifen, na kur thëna për humbjen, na gjithmonë na shkon mendja te humbi orën e parë, humbi orën e dytë. Na duke mos i llogarit pasojat ta humbjet psikologjike. Nxënësi është i përgatitur të marrë mësim. Do të shërbimit pedagogjik sigurisht më mirë do kishin theksu se problemi është më shumë problemi psikologjik. Kemi nxënësit edhe janë afër dhe shpesh arvonohen. Nuk them ndonjëherë, por shpesh arvonohen. Por ato nuk kanë problem me stresin, nuk kanë problem me ndjenjat sepse e kanë kapa drejtë mirë, por kemi edhe nxënës të mirë që bëjnë mungesa shumë, edhe ai ndoshta më merr mendja edhe kur mëson në shtëpi, mendën e ka se si do të shkojë në shkollë nesër, mendën do ta ketë se si do të kthehet në shtëpi, do thotë është një pjesë e stresit shumë e panevojshme për nxënësit kur ai tash të veç e kanë zënën në tru e të mësuarit ushqimin të ushqehet me të mirat e kësaj jete, do thotë ajo të ketë stres se me çka ka marrë, ka me pas autobus, ka autobuse që kanë sipas nxënësve që na informojnë, thotë kalon nuk mundet me na marrë, në fakt ndoshta edhe nalet, nuk e di nalet as nalet, po sido që det s'ka ku hin. Edhe do ta humbon, do thotë na humbjet e orëve i kena përmend edhe më herët, humbjet psikologjike janë shumë të rënda, shumë nga që ndikon negativisht tek nxënësit. Jo, veçanërisht jeni njoftuar, domethënë kështu në detaje dhe me problemin e nxënësve që vinë nga fshati Vllac. Ato kanë pësu domethënë humbje ose kanë pa një tmerr derisa mbrin në shkollë. A vazhdon domethënë e njëjta gjë edhe në ditët e sotme me transportin publik? Do
po thot më herët që ka 9 dhe 19 që duhet ta potencoj se në këtë linjë kalon edhe 80 ishe. 80 ishe është fryzuar maksimum, do thotë nga shkuara në fshatin Bllaz, do thotë edhe nga ardha në fshatin Bllaz sepse rreth se flushmor do kalon. Nan muj për 10 ndoshta më shumë kanë, nuk e di se më kujtohet vetë mbi nan muj ka që autobusin numër 89 Bllaz hala asnjëherë vetëm nuk ka shumë. Si ja dalin ata? Kemi në kur zogjë minimumi është 60 nxënës, po llogaris 15 nxënës vitin e parë, 15 vit, 3 vit, 4, 60 minimumi është. Mos ti përfshim ato që kanë rregull që udhtojnë për fshatin Bllaz. 90% e tyre mund të hap me edhe ditar elektronik që do të vresh se mungesa kanë. Edhe normal që ta arsyeshme, po secili do të kenë bëni që mungesa të arsyeshme. Unë një gjë do ta potencoj para mediumeve. Si është e mundur, mujore kanë edhe atë nxënës që të udhtojnë. Sigurisht pagesat ipen për kemi shpërndar mujore edhe për ato nxënës që krejt fshatrave, fshatit Bllaz, parat i merren se po sigurisht më marr mendja këtë çështje nuk duhet nda vetëm mendoj vetëm me qytetin e Shkupit ta rregullojmë. Ka Ministri të Financave, ka Ministri të Arsimit, se ku shkon buxheti. Është ka i korrigjon gjërat, është ka mundohet qeveria që të korrigjon gjërat, të shesë ku shkon buxheti. Buxheti i për shembull 60-70 nxënës nuk e di se sa është numri për se nuk kanë krejt në shkollën tonë. Mujore kanë kurrë një jetë vetëm ma bëjnë nevojës një ditë në nxënës se thash si po udhtoni. Organizohemi, tha dikush na pe, na dalim prej se ishte Ramazan, koha kishin probleme. Mirë po ka vakt, hiç do të më orën çish më kanë thonë kurrë një jetë s'm ka rënë atë treguar diku në vit i parë nxënës. Kjo puna që nuk e di. Do të na mungesat a me arsye pa arsye, mungesa nxënësit në mësimit është e lidhur me mirë, po si ajo mungesa psikologjike, dëmet psikologjike, anësore janë shumë më të mëdha. Ndoshta ndonjë pedagog ose shërbimit psikologjik do ta tregonte më shumë se sa pasojë janë këto nxënës. Sipas drejtuesve të gjimnazit Zeflush Marku, rreth 20% e nxënësve të kësaj shkolle mungojnë në orën e parë të mësimit si rezultati i mungesës së transportit publik dhe privat. Po, për fat të keq dukshëm shifet vonesa ose mungesa e nxënësve në orë të parë, ku njëra prej arsyeve është edhe transporti publik, për fat të keq. Rreth 20% të nxënësve neve vetëm i shohin që janë duke munguar orë të para, dhe kjo që ndikon negativisht në procesin mësimor, duke e ditur që pse ndikon negativisht, ndikon edhe në cilësinë e mësimdhënies, për arsye që vetë nxënësi i cili mungon në orën e parë dhe mësimdhënësi bën tani më e punon në njësinë mësimore të cilën e ka të paraparë sipas plan programit, i njëjti nxënës do të mbetet mangu ose thjesht do duhet të punon më shumë në këtë fushë që vetë ta mëson një njësi mësimore të cilën nuk e kanë dëgjuar prej mësimdhënësit shkak mungesave. Po për nga ana tjetër, më pas që kanë vështirësi edhe gjatë mësimit, gjithmonë atë nxënës të duhet ose në mësim shtues plotësues të kyçen, po të një talent edhe që ti përmbushin mungesat e tyre ose mungesat të cilët kanë hasur në mësimdhënien e tyre. Këto vonesa vëren edhe në ndrimin e paraditës edhe të pasditës, apo është domethënë vetëm një ndrim i caktuar? Po, padyshim domethënë vren në të dy ndrimet. Kryesisht ndrimi i paraditës është ai i cili më tepër ka mungesa, por nuk ana shkalojmë edhe ndrimin e pasditës, duke i ditur që ora e parë gjithmonë haset me shumë mungesa. Nxënësit e shkollës juaj, domethënë që kalojnë mbi 2.5 kilometra, të gjithë kanë biletë mujore. Nga ana tjetër, ata kanë edhe shpenzime tjera, domethënë për rrugë, vetëm që të mbrinë në kohë. Po, për fat të keq kanë shpenzime nxënësit të cilët udhtojnë. Ndonjëherë po kemi dëgjuar që edhe ata ankohen. A jeni mundu ndonjëherë ose është drejtoria, domethënë e këtij institucioni, ta diskutoni qoftë ndoshta edhe me qytetin e Shkupit, pasi që ju jeni domethënë institucioni i qytetit të Shkupit për zgjidh këtë? Po, padyshim domethënë gjatë mbledhjeve edhe gjithmonë diskutohen, është pikë diskutimi mungesat e nxënësve dhe shkaku i mungesave të nxënësve, pse ka arritur ky numër kaq i madh i mungesave, kryesisht në orët e para, dhe shifet që një përqindje më e madhe është transporti publik dhe padyshim që pretendohet që të zgjidhet ky problem dhe
ashtu si çdo shkollë tjetër, edhe shkolla jonë ka bërë kërkesë deri tek qyteti i Shkupit që ta zgjedhin këtë problem sa më shpejt që nxënësit mos të humbin nga procesi mësimor. Lokacioni i shkollës juaj është që i përshtatet linjave të autobusit 919, ndërkohë që ato të dy janë që kanë vonesa ose që janë më problematike. Ndodh ndoshta ndonjëherë dikush edhe të tërhiqet nga kjo shkollë, të kalojnë në ndonjë shkollë tjetër të mesme vetëm pikërisht për shkak të këtyre problemeve. Po pyetje shumë e mirë, por nuk kemi hasur një gjatë të tillë shkak transportit ose lokacionit të them më konkretisht të largohet ndonjë nxënës prej shkollës sonë. Ndërsa disa nga nxënësit vazhdimisht humbin nga mësimi, janë shokët e klasës që u ndihmojnë për të kompenzuar mësimet e humbura. Unë jam Erion Bekteshi dhe vi nga Lisiqe, aerodrom. Erion, me çka po përballesh posaçërisht muajt e fundit kur bëhet fjalë për mungesën e transportit? Mas shumë të ka mungesë 9-ës e 19-ës, detyrohemi me prit ka 20-30 minuta edhe vanohemi mësim. Edhe sun mrina, në herë detyrohemi edhe në kam hejtë prej në pazar, se s'ka transport. Po prej në Lisiqe a keni transportin e rregullt edhe cili numër e shfryzon prej atje deri në pazar? Po, prej në Lisiqe ka transport rregullt, numërin 7 e shfryzojna. Ka transport, s'kena probleme prej atje. Veç këtu. Po, vetëm këtu kena probleme, s'ka 9 edhe 19. A është kjo gjendje edhe në ndrimin e paraditës edhe pasditës, apo është ajo periudha e caktuar kur ka më tepër mungesë autobuseve? Më tepër ka ndrimin e pasditës, paradite në herë kur dëç me herët ka në varët. A të ka rënë shumë të humbish prej mësimeve, qoftë paradite ose orët e para ose orët e fundit i lanë për të mbri ma herët në shkollë? Orët e para zakonisht më shumë i kom humbë, orët e fundit këto të klasës më kanë tregu që kena marrë edhe më kanë ndihmu. E vështirë është, ama alla faccione, s'kena qajë. Po, ju ndihmon çdo herë sepse këto vanohen çdo herë sepse kur ka mungesa të autobusave, sidomos ato që vinë prej largut, sidomos prej Hasanbegut, Kondovës e tjerë, se kaq kena na. Vetëm prej këtyre, prej Lisiqes, Kondovës dhe Hasanbegut. Çka konkretisht ju ndihmoni ose a jeni të gatshëm paktën t'ja sqaroni atë njësi mësimore ju si e keni Po për mësimin që humbin, çka kemi shënuar ja u dërgojmë këtyre sepse kanë humbur. Po kjo ndikon për shembull negativisht për nxënësit që vinë prej larg se për shembull vonohen orët e para, humbin mësim, edhe për shembull çmë thon si janë shkalon për mësimit në herë se me autobusit. Po ju si klasë, si shoqëri, si vepronin këto raste, kur ata humbin shumë, për t'u kompenzuar ose për t'u treguar? Po ne mundohemi me ato mi ndihmu pjesën mësimore, po na ka ndodhur rast që për shembull edhe me prind kur kena pas rrugë ka shtëpitë e tyre, kena pas mundësi me afru deri dikun që mos me lanë veç me autobusa.